Përshëndetje nderuar të dashur. Unë jam profesoresh Melek Sulejmani dhe më vjen mirë që i takohemi përsëri. Sot, nga lënda e gjuhës dhe letërsisë shqipe do të marrim një mësim të re. Emisionet televizive, që i përket fushës të kulturës të medias. Së pari do të lexojmë një tregim rreth librit, radios dhe televizor. Luli e hodhi librin pranë televizorit dhe doli të luante. Radioja që ishte aty pranë zëri ta ngasmonte. Habitem, ç'të duan edhe më njerëzit ti, thosha ajo. Ti tashmë je vjetëruar. Pse të lodhen njerëzit mbi shkronjat e tua të imta, kur mund të shtrihen çlirë dhe të dëgjojnë zërin tim. Edhe ti të shkohi koha, më do t'hiri televizori. Unë jam fjale fundit e teknikës. Në mua çdo gjë është e gjallë, edhe shihet, edhe dëgjohet. Mrekullia vetë, ëndër 1 vjeçare e një regjimi. Krejt botën i sjell në shtëpi çdo njeriu. Mos u prekosni kaq shumë me sa libri i qete. Të pari, vini një çik ndërim për më të vjetrit. Pastaj kujtoni nga keni dalë. Pa dinin që kam mbatur unë dhe shekuj, ju nuk do të zbuloheshit kur, dhe fundja mua më duan ende njerëzit, sepse jam i pazëvendësueshëm. Nga ky tregim kuptojmë se të gjitha zhvillimet që kanë ardhur më pas, radioja e televizorit, qoftë edhe telefonat tanë, smart telefonat, kanë ardhur nga libri. Shkuptojmë me termin televizion dhe televizor. Televizioni, si ne dimë, është bërë pas zhvillimeve të shkencëtarëve Paul Deniskop dhe Ferdinand Braun që në vitin 1884. Televizioni është transmetimi i pamjeve dhe i figurave të ndryshme në lartësi, me aparat, me ekran e me pajisje të radios për zëri. Televizori është aparat me ekran, me antenë dhe me pajisje të radios për zërin që shërben për të dhënë pamje e figura të ndryshme. Në vazhdim, kam dhënë dy fotografi, ku kemi një televizor i cili është me antenë, apo televizor që kanë pasur në të kaluarën, dhe një televizor i kohëve të sotme. Temat që përdoren në televizion janë të përgjithshme dhe të ndryshme, në varësi të asaj që trajtohet, si për shembull mund të trajtojmë tema për kombin, fenë, shtetin, kulturën, art, sport, politik etj. Temat i ndajmë në tema për të vdekur, tema për të rinjë dhe tema për të moshuar. Ndikimi i emisioneve televizive në jetën tonë. Emisionet televizive kanë ndikuar në jetën e gjithë secili prej nesh, qoftë emisionet edukative për fëmijë, që kanë ndihmuar në ngritjen e tyre të mëdhenshme dhe kanë pasuruar fjalorin e tyre, dhe në jetën e njerëzve të rinj dhe të moshuar që përveç që kanë marrur informacione se çfarë ka ndodhur në ditën e fundit, kanë mësuar edhe gjëra të reja që nuk i kanë lexuar më pas. Në vazhdim kemi edhe disa logo të televizioneve, disa televizione që ekzistojnë në Maqedoni dhe disa në Shqipëri që na kanë përcjellur dhe na kanë dhënë shumë informacione dhe gjëra edukative nga emisionet e tyre. Më vjen mirë që e mbajtëm edhe këto orë mësimore dhe një do ta takofshim në orët e ardhshme.